Drejtori i MEPS-os Burim Latifi ka njoftuar se është hapur tenderin ndërkombëtar për ndërtimin e interkoneksionit 400 kV-sh ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Latifi thot se ky është një projekt kyç për integrimin rajonal dhe stabilitetin elektroenergjetik të vendit. Ai njoftoi se për këtë projekt është anuluar marrëveshja me kontraktuesin paraprak, pasi siç theksoi ai nga 269 themelet e parapara për shtylla të linjës së transmetimit ishin përfunduar vetëm 24 me justifikime për fonde shtesë. Latifi potencoi se ky projekt është hap themelor drejt përfundimit të korridorit energjetik rajonal Lindje-Perëndim, i cili lidh Bullgarin, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Italinë përmes një kablli në ujor. Parashikohet ndërtimi i rreth 100 kilometrave linjë transmetimi ajror nga stacioni transformator Manastiri 2 deri në kufirin Maqedonas Shqiptar. Projekti vlerësohet të kushtoj rreth 17 milion euro, i financuar përmes kredis dhe granteve nga Bergj dhe fondet evropiane. Afati për dorëzimin e ofertave është 45 ditë, ndërsa zgjidhja e ofertuesit më të favorshëm pritet në 3 mujorin e 3 të këtij viti, me fillimin e realizimit të planifikuar për fillim të vitit 2026. Latifi tha se ky projekt për vendin do të thotë rritje e konsiderueshme e qëndrueshmërisë së rrjetit të transmetimit me minimizim të rrezikut nga ndërprerjet dhe goditjet e çmimeve dhe integrim strategjik në tregjet rajonale dhe europiane, që në afat të gjatë do të kontribuojë për çmime të qëndrueshme, të përballueshme dhe konkurruese të energjisë elektrike.